Përshëndetje, sot jemi në episodin e radhës dhe kam ftuar një vajzë të veçantë, një vajzë cilën e kam shumë për zëmër, e cila është Belisa. Belisa, faleminderit që je pjesë e këtij podcasti dhe e disa kënaqësi e kam të ndaj një bisedë me ty sot. Kënaqësia në fakt është e gjithë e imja. Jam shumë e fat që të njoh dhe që kam patur mundësinë që të kem biseda me ty. Atëherë ne sot do ndajmë një qasje ndryshe, që do të thotë, do flasim pak për disa gjëra që janë aktuale, për ato çfarë mendon Belisa, për ato se si e mendon ti të ardhmen, do bëjmë biseda krejt normale. Gjithmonë podcastet që Daran ofron janë në shërbim të pozitivitetit, që do të thotë nuk jemi kritikues ndaj gjërave, por jemi realist. Pra kritikat tona janë kritika që vinë nga realiteti. Unë doja ta nisja pak me Belisën e vërtet. Belisa si e mendon veten e saj me 3 fjalë? Çfarë karakteri apo pasioni, si të duash ti? Zgjidhi vet këto. Do thoja empatike, Shumë e fortë kjo. ambicioze dhe gjithmonë të vërtetë. Gjithmonë të vërtet. Të dhëmbe e vërteta më beso. Ka kosto e vërteta. Megjithatë, më pëlqen shumë kjo gjë, sepse njerëzit e vërtet gjithmonë arrijnë gjëra shumë të mira, gjëra të cilat hedhin themele të forta dhe i fitojnë ato me sukses dhe ndershmëri. Duke filluar nga pjesa, si e shikon rinin sot? Në çfarë situate ndodhet? Unë mendoj që rinia është pjesa më e rëndësishme e një populli. Që do të thotë? Ne jemi ardhmja dhe pa ne ndoshta nuk do të ketë një të ardhme të ndritur që ne kërkojmë kaq shumë ta kemi. Mund të them që rinia e sotme është e ndarë në 2 rrugë. Pra janë ata të cilët kanë zgjedhur që të mundohen shumë për veten e tyre, të jenë ambicioz, dhe janë dhe pjesa tjetër të cilët janë pak më moskokçarës, pak më rebel, që ndoshta jetojnë jetën sot për sot, pa e menduar shumë pjesën e të ardhmes. Në fakt, një miku im më thoshte gjithmonë mua, kur i thosha që shif se rinia, po i riu si veriu më i dafina tani dhe ti ç'po më thua, pra varet edhe nga lloji dhe mendësia që krijojnë, secili apo jo. Po, absolutisht. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Për sa i përket Belisa dëshirave të tua, çfarë ke dëshirë të realizosh pas disa vitesh? Përveç se të diplomohem, që është një pikë shumë e rëndësishme e të gjithë planit tim për të ardhmen, është që të realizoj ëndrrën time të bërëm një interior designer e suksesshme. Dhe më pas vjen pjesa e familjes e tjerë, por karriera për mua është diçka shumë me vlerë dhe shumë e rëndësishme. Dhe prandaj dua që t'i dedikoj një kohë shumë të madhe asaj. Atëherë sot pas kemi një vajzë të apasionuar pas arkitekturës, me sa kuptova. Mirë, unë me gocat e shkencave merren dhe shkollaj në fakt. Prandaj ndoshta edhe takimi jon ka ato, sepse dhe unë shkenca kam përfunduar dhe kemi gjërat e përbashkëta. Si e vlerëson sistemin aktual të shumë dikastereve, që do të thotë shëndetësi, arsim, çfarë po ndodh? Unë mendoj që do t'i vendosim ndonjë notë. Tani duhet më flasësh gjatë për këtë pjesë. Atëherë, unë mendoj që sistemet momentale kanë nevojë për përmirësim dhe investim të shumt. Kemi arsimin ku një pjesë e madhe e shkollave, sidomos gjimnazeve, nuk kanë një mësimdhënie të mirëfillt.
Pra cilësia. Nuk ka një cilësi, po, më zemloj një të mirë fill. Ka mungesa personalisht në gjimnazin tim, Po. ka mungesa të shumta në pjesën e librave në bibliotekë. Është një pjesë, madje edhe titujt që janë pjesë e maturës, gjë që është pak në një farë forme e dhimbshme për ne, sepse Belisa, e di që jeni të rrallë ju se vetëm ju kërkoni libra. E gjimnazi i parë në Tiranë, bravo, ju përgësoj për këtë gjë. Jeni vërtet të rrallë, jeni vërtet, po, është vërtet që infrastruktura shkollore apo mjete didaktike si që quhen, kanë mungesat të theksuara. Do të tregoj një detaj. Para disa kohësh, shumë persona bënin një projekt si projekti juaj i ngjashëm të pasurojnë bibliotekën dhe kërkonin të pasuronin një qendër komunitare. Qendra komunitare kishte në thelb ta pasuroje me libra, ta pasuroje me shërbime, të vije aty në pasdite, të shërbeje disa gjysheve, të vije të bëja aktivitete me kalamajt në sezon veror e të tjera. Dhe lagja ku unë kam jetuar mori një nisëm që të pasuronim këtë pjesën e librave dhe të gjitha. Një ditë bukur, na vjen një individ me pushtet në atë kohë, na i mori gjithë librat. Na i hoqi nga kjo qendra komunitare që ne ishim lodhur kaq shumë për të pasuruar. Dhe çfarë më thoshin shokët e mi në atë kohë, rinia asaj kohe? E shikon ç'a të gjeti? Ikën libra tani. Po bëjmë 5 vite që përpiqemi. Shqiptarët kanë një kulturë jo shumë po dashamirëse ndaj librit. E këtë duhet ta pranojmë në fakt, dashamirësia ndaj librit duhet të rritet. Dhe ju jeni breziri me fat që e keni këtë lloj kulture dhe për këtë jemi shumë krenar të gjithë. Dhe ky gjimnaz i cili duhet të pasurojmë bibliotekën është gjimnazi Luana Idaraga. Mbajini mend, Belisa do ta pasuroj derisa të mbaroj maturën se s'bën atë bibliotekë. Kështu që të gjithë që na dëgjojnë, ju lutem shumë librat. Vazhdojmë tani, e morëm këtë pjesën. Do ta promovojmë fuqishëm këtë gjë. E thash edhe me zë, sepse është një gjë, një vlerë që duhet bërë patjetër në formën më të fortë të mundshme për ju. Absolutisht. Atëherë vjojmë pak më tej, përveç se arsimit, e dua më thellë gjën. Dua mendimin tënd, shëndetësia. Ju shikoj këto kohë shumë të revoltuar, rrjetet sociale, keni filluar pafund protesta. Si do t'ja bëjmë tani? Po, ne nuk mundohemi kaq shumë vetëm për një pronë apo për diçka që po shitet. Ne po mundohemi për gjithë vendin tonë, për këto sisteme, për këto mungesa që ne kemi. Shëndetësia e sotme, nuk dua të them që nuk është e mirë, por ka nevojë të shumtë për përmirësim, ka nevojë të shumtë që të investohet në shëndetësi, si në infrastrukturë, si në pjesën e është dikasteri vështirë, është dikasteri vështirë, shëndetësia. Po, si e shikon pjesën e rendit? Se mua e disa keq më vjen për ata të cilët janë në krye detyrës kur bëhen protesta. Për policinë e shtetit, sepse ata janë atje. Për ata më vjen keq në fakt për policinë, për mënyrën që do përballen. Sa ata janë familjarë si ne, janë të njëjtë si ne. Po. Më vjen shumë keq në raste. Ata nuk duan që të jenë në atë pozitë, po detyrat të bën, detyrat të detyrohen. Po ndoshta mund të kishte edhe nga ata, të cilët kanë dëshirë të protestojnë. Po vetëm sepse kanë uniformën dhe nuk e arrin dot. Absolutisht. Pra jemi pro protestës, apo jo? Okej, kërkoni të drejtat tuaja. Më thoni të drejtë. Jemi pro Shqipërisë, jemi pro vendit tonë dhe jemi pro përmirësimit dhe investimit në vendin tonë nga vetë ne. Bravo, shumë e bukur kjo. Atëre, me shumë seriozitet e me shumë dashuri ashtu si çdi Belisa të thot, janë pro vendit të tyre. Janë pro investimeve, por të mos i vidhet prona, të mos diskriminohen, të mos dhunohen, të fitojnë të drejta,
të jenë të barabartë kur konkurojnë për një vend pune. Dhe kjo është rinia e vërtet shqiptare. Pas protestës tuaj, e disa sa mendon se mesazhe mund të ke marrë, Dafina, dua mendimin tënd. Më thoj një shifër. Mira. Dhe realisht, mezi kam pritur që sot ta dëgjoj mendimin tënd dhe çfarë ti realisht mendon për protestën dhe çfarë ti realisht mendon për të rinjtë e sotëm. Okej, e gjete në fakt, ka shumë mesazhe të cilët më pyesin të rinj që unë kam bashkëpunuar në vite, jo më pak se 15 vite. Dhe unë jam pro të protestuarit, por jam pro investimit strategjik. Që do të thot, investim strategjik pa u vjedhur prona tjetrit. Ti investohet ky vend, pa investim nuk ka vende pune. Por rinia ka nevojë për mbështetje. Unë kam thënë gjithmonë, nuk duhet pa rinia vetëm për një foto. Ka nevojë, ju keni nevojë për mbështetje, qoftë edhe për udhëzime të shkurtra, se ja dilni vetëm mban. Unë mbështes këtë rini të cilën po proteston, dhe doja shumë të shikoja që nga kjo protestë të dilte një grup i fortë i juaj, një grup që pse jo nesër të ishin liderat e të ardhmes. Këta do doja në kjo protest. Grupi i formuar, pra kjo protest kaq paqësore, e ngritur nga vetë rinia, e ngritur nga këto padrejtësit që po kërkohen, të dalin një grup i fortë, të cilët nesër pas nesër të jenë liderat e këtij vendi. Pse të mos jeni? Ta ndërtoni dhe të jetoni në këtë vend. Të jetoni se është një vend i mrekullueshëm, por pas patet të drejta normalisht ikën. Kjo është e gjitha. Të pëlqen mendimi im? Absolutisht. Absolutisht. Gjithsesi edhe për ata që do ta shikojnë, është një mendim me shumë dëshirë që të mbështetet rinia. Prandaj dhe ky podcast është fuqizimi i rinisë shqiptare. Do më tregosh pak për familjen? Pika jote e dobët. Familja ime është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime. Unë jam shumë e lidhur me ta. Të dy prindrit e mi kanë qenë jo vetëm prindër, po kanë marrë shpesh edhe rolin e shokëve për mua. Janë bërë shok dhe shoqe për mua. Dhe jam realisht me fat që jam rritur nga dy njerëz që më kanë mbushur plot dashuri dhe nuk më kanë ushqyer kurrë me urrëtie. Kjo është gen vlerash pastaj. Po, absolutisht. Mamin apo babin do të çikim shumë? Nuk zgjedh dot, të dy janë. Disa do të thosha më tishat më shumë tinde. Dua babin të më investoj pak më shumë, ndërsa mamin do ta kem zëmër pas 25 vjeç. Okej, të dy. Okej. Ju përshëndesim prindrit e Belisës, keni një vajzë fantastike. Më thuaj, Belisa, pak në lidhje me shoqërinë në komunitet. Si të duket? Bashkëtesa në komunitet. Si jemi me gjendjen reale të komunitetit? Do doja që të thoja që jemi bashkëpunues dhe shkoj mirë, po jo shpesh ndodh kjo gjë. Sepse duke qenë se ne jemi pak ne si popull jemi pak shumë shpesh nuk na pëlqen mendimi i tjetrit edhe nuk duam ta respektojmë. Dhe duke qenë se janë dy disnivele këto situata, shpesh marrëvajtja nuk është aty ku duhet. Atëherë, për sa i përket pjesës tjetër që marrëvajtja në komunitet gjithmonë është e vështirë. Por mos harroj një gjë që Tirana ka një kulturë, shumë kultura në fakt, sepse ka të bëjë dhe shumë tradita familjare. I ndihni traditat? Në një farë mënyrë mundohemi që të bëjmë një miksim të traditave dhe modernës, pra i balancojmë të dyja. I balanconi këto gjëra? I balancojmë. Super. Çfarë traditash ndihni përgjithsisht? Çfarë vendi je, Belisa? Unë jam nga Kolonja. Okej, kemi një kolonjare këtu. Shumë bukur. Okej. Besoj se dhe një vend i vogël ma do mendje që duhet keni tradita të thelluara, të ndjekura nga përprindrit nga të dy anët, ma do mendje.
sepse Kolonja vërtet është një vend kulture dhe traditash. Dhe do shumë arsimin? E dua. E dua. E doni shumë arsimin. Për prindërit e mi, po dhe për mua, po sidomos për prindërit e mi, ka qenë shumë e rëndësishme. Arsimi është një pikë kyç në cilët ata kanë investuar ndër vite për mua dhe time motor. Dhe vazhdojnë ta bëjnë dhe do vazhdojnë ta bëjnë. Bravo. Belisa, çfarë të inspiron ty? Momentalisht më inspirojnë, po më inspiron aktualiteti. Momentalisht. Aktualiteti. Është adrenalin. Aktualiteti është adrenalin aktualisht. Bravo. Shumë. Në të rinjve na pëlqen pak ja. Jo shumë mirë, vetëm ju mund ta përballoni. Thënë të drejtën, unë nuk i përballoj dot me këto adrenalinat se po kalojnë vitet. Kështu që nuk është se e kam dhe pse jam natyrë energjike, prap kam ato. Nëse do të ishe para një situate të tillë që do të ulnin integritetin, si do të veproje? Unë e them gjithmonë që nuk duhet kthyer me të njëjtën monedhë. Mendoj se njerëzit që mundohen të ulin, që mundohen të lëndojnë apo që mundohen të hedhin balt, nesër apo pas nesër, do ju kthehet vetë. Nuk është nevoja që ti të dalësh nga karakteri yt vetëm për t'i provuar tjetrit që shiko, unë mund të bëj të njëjtën gjë si ty. Nuk është personalisht nuk është në personalitetin tim kur. Po, sepse personat e vërtet nuk e bëjnë këtë gjë. Sa duron Belisa? Jam njeri shumë i durueshëm. Bravo. Realisht më shumë se ç'mund të dukem, jam njeri që duroj dhe thjesht zgjedh që mos të kem reagim. Sepse mendoj që ndonjëherë të mos reagosh është më mirë se të detyrohesh të tjetërsohesh. Si mendon Belisa, reagoj unë? Ja. Edhe pse duker si natyrë që e bën, mendoj që prap ruan atë qetësinë, qëndron në personalitetin tënd, sado që ndoshta situata është e vështirë dhe ti të duhet të reagosh, shpesh ndonjëherë mendoj që zgjedh më mirë të jesh e qetë edhe të jesh në paqe me veten se sa të dalësh nga karakteri yt. Në jetë ka marrë shumë provokime nga më të ndryshmet për të dhënë atë reagimin i cili vjen që të tjerët e duan që të dalësh nga vetja. Se ta kërkojnë. Situata ta kërkon të dalësh nga vetja. Unë kam zgjedhur të jem e vërtet ashtu siç e the edhe ti që do të jesh e vërtet. E vërteta të dhëmb. Gjithmonë. Por ka kostot e veta, si çdo e vërtet. Në natyrë më the shumë diçka që s'ma ka thënë asnjë. Të gjithë më kanë thënë përgjigje, ti reagon në çdo çast. Po nuk e dita të vërtetën, po nuk e pata vërtetuar që informacioni që më ka ardhur është i vërtet, unë nuk reagoj. Ama po e kam vërtetuar që informacioni ardhur është i vërtet, pra kam bërë gjitha filtrat e vërtetësisë e një gjëje, unë e çoj deri në fund. Dhe ky është prap defekti i madh. Ma beso këtë gjë, që është defekti i madh sepse fundi hodhesh shumë i lumtur, po është i hidhur. Do të thuash ti ke pas raste që jam hidhuruar. Sa të duhesh? Çdo ditë, ndonjëherë më kthehen mbrapsh ca gjëra aty ku kam investuar. Por në fillim mërzitesha. Tani nuk mërzitem fare. Po kur të them fare, pse? Sepse pas çdo fundi vjen një fillim i ri, më vjen një gjë tjetër më e mirë. Të gjitha këto janë gjëra që janë të rëndësishme. Kështu që ke pas raste zhgënjimesh? Absolutisht. Mira, mund të thuash po ti e ka që vogël se ka mundësi. Ju keni plot, ju keni tuajat. Ne si rini mendoj, sidomos rinia sotme i ka më shumë këto zhgënjime. Po unë realisht mendoj që kam një shprehje që e kam gjithmonë në rast të zhgënjimesh.
Dhe nëse nata është shumë e errët, të nesërmen lind prap dielli. Shumë e bukur. Kështu që pas çdo të keqje vjen një e mirë, edhe pas çdo dështimi vjen suksesi. Po, shumë e vërtet. Si mendon njerëzit ose të rinjt që paragjykojnë të rinjt? Mendoj që paragjykimi është arma më e keqe që njeriu mund të mbartë kundrejt dikujt tjetër. Sa bukur ma the, po kjo do të thotë që unë kam shumë paragjykues rreth vetes, sipas kam të gjithë me arma ngritur. Po besoj kur të paragjykojnë thjesht të shtyjnë që të shtyjnë drejt suksesit, të shtyjnë që ti të shohësh se çfarë je i aftë realisht të bësh, edhe se ku ti realisht mund të arrish, edhe pse jo të gjithë mund të jenë në anën tënde. Pra, paragjykimi të jep sukses. Absolutisht. Shumë e bukur. S'kemi çfarë të themi. Na vazhdoni na paragjykoni se ne vazhdojmë me suksesin tonë. Kaq është e thjeshtë. Okej. Nëse do të ishe pak më vogël, 14 vjeç e diçka, çfarë do t'i thoshe atyre që janë pak më të vogla se ty? Të jem vetvetja, së pari, dhe të fokusohen sa më shumë në përmirësimin e vetes tyre. Të mos marrin për bazë shumë opinionet e të tjerëve, se shpesh njerëzit zgjedhin të japin opinion për çdo gjë që ti bën, dhe shpesh nuk është as pak i nevojshëm. Dhe gjithashtu të mos ta kenë frikë të ardhmen, ta jetojnë të tashmen, edhe sidomos me që do jenë më të vegjël, janë akoma në pjesën pa u rritur, pa hyrë në adoleshencë, ta shijojnë atë pak periudhë që u ka mbetur. Po, se do ikin vitet shpejt. Po, se do ju ikin vitet shpejt edhe do thoni pse e shpenzuam gjithkohën duke qenë të shqetësuar për një të ardhme e cila do jetë e paqshme. Nuk do jetë aq horror sa ndoshta na e bëjnë. Unike. Absolutisht. Gjithë secili e ka të shkruar rrugën e vet dhe është unike. Nuk ka formulë rruga e suksesit apo rruga e secilit prej nesh. Absolutisht. Tani do na jesh një mesazh për çfarë të duash ti, zgjidhi vet. Për rinin, për dikë që e ke veçantë. Tregon ndonjë situatë shkurtër, si të duash ti? E ke të lirë këtë pyetje. Free. Thjesht mendoj që dua të jap një mesazh kundrejt të rinjve ndoshta, se mendoj që ne e kemi pak të nevojshme. Patjetër. Është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë të besojmë tek vetja siç po bëjmë, sidomos në këtë periudhë, dhe se nëse ne të gjithë mblidhemi dhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin, shpreha Shqipëria do bëhet dhe Shqipëria do jetë vend i ëndrave, do bëhet realitet. Sepse ne realisht e kemi mundësinë që këtë vend ta çojmë lart e më lart. E kemi mundësinë që ky vend të bëhet një ndër vendet më të bukura, jo vetëm në Ballkan, jo vetëm në Europë, po në gjithë botën. E drejtë është, shumë e drejtë. Më pëlqejnë rinia, më pëlqejnë objektivat e tua, shumë bukur. Pas disa vitesh do ta kemi një arkitekte shumë të zonjën, një vajzë me shumë pozitivitet, një vajzë me objektiva të qarta. Faleminderit që ishe me mua sot. Faleminderit ty për mundësinë që na jep ne të rinjve të shprehim çdo gjë që ne kemi, të shprehim veten tonë ashtu siç dim vetëm ne. Okej, faleminderit.